Tiffany Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, ka realizuar së fundmi një fotosesion të veçantë artistik me fotografin shqiptar me famë botërore Fadil Berisha në qytetin e New Yorkut. Ka qenë vetë Berisha ai që ka ndarë me ndjekësit e tij në Instagram disa prej imazheve nga ky bashkëpunim, duke shfaqur Tiffany rrezatuese në pritje të ëmbël. E veshur me një fustan elegant rozë, duke përqafuar barkun e saj të rrumbullakosur, Tiffany paraqet një dritë plot, një ndjeshmëri dhe elegancë, një imazh i bukurisë së nënës së ardhshme. Së shpejti nëna e bukur ka shkruar ndër të tjera fotografi në postimin e tij, duke shoqëruar me disa nga fotografitë më spikatora të sesionit. Tiffany Trump është ta zënë për herë të parë dhe së shpejti ajo dhe bashorti i saj, Michael Poulos, pritet të bëhen prindër. Çifti u martua në një ceremoni luksoze në nëntor të vitit 2022 në rezidencën e familjes Trump në Mar-a-Lago në Florida.